Predikimin në këtë të diel të parë mbas Pashke e mbajti Arqimandrit Justini në katedralen Ngjallja e Krishtit këtu në Tiranë. Edhe pas 8 ditësh, përsëri ishin brenda xhenesit e tij, edhe Thomai me ata. Vjen Isui, done se dyert ishin mbyllur. Pastaj i thot Thomait, sill gishtin tënd këtu dhe sik duart e mia, dhe sill dorën tënde e vere në brigjen time, dhe mos u bëj i pabes, por besnik. Edhe Thomai u përgjigj edhe i tha, Zoti im dhe Perëndia im. Pas 10 ditës nga Paska. Paska na ka dënjësuar Perëndia, festojmë Pasken. Sepse për një distancë 20 dite ne festojmë Pasken. Ne të krishterët nuk duam të kufizohet një festë e madhe zotërore, despotike, ose i lindesore brenda një dite. Edhe pra zakonisht një javë pas festes ne përsërisim troparet e festes. Por për festen më të madhe, festen më të shquar, që është Paska e Krishtit, ne e festojmë festen për 20 dite. Sepse edhe për 20 dite pas ngjalljes së tij Krishti sfaqej edhe shoqërohet me disepujt e tij, deri në ditën e analipsit, kur ai u ngjit në qiell. Por java pas Paskes quhet dhe este me shumë e dritshme, ose quhet druse java e re. Pse e dritshme dhe pse e re? Patjetër, ngjallja është e drita. Krishti me ngjalljen e tij fitoi mbi vdekjen. Pra na ka kaluar në jetë. Fjala Paska ebraisht përkthehet kalimi. Atëre kremtonin dhe kreptojnë koma ebrejtë kalimin e det të kuq, kur nga sklaveria e Egjiptit nën kryesinë e Mojsiut, ata kaluan detin e kuq edhe shkuan në jetën e premtuar. Për ne Paska është kalimi nga vdekja tek jeta. Edhe pra ka një tjetër kuptim Paska jon, siç thekson edhe Shën Pavli. Pra, java që kaloi quhet java e dritshme, sepse s'kemi thënë ngjallja është e drita, edhe sepse le të themi gana e jashtme, gana praktike, ata që pagzohesin në natën e Paskës banin qerin gjatë javës. Dita kryesore kur behej i pagzimi ishte dita e Paskës, nata e Paskës. Por gana praktike nuk kemi mundësi të bëjmë ne në natën e Paskës pagzimet. Por pagzimet behesin edhe akoma behej në ditët të shënuara. Edhe pra atëherë në liturgji në vend para apostolit, në vend të psalim Send Perëndi, psalim sa u pagjezuat me Krishtin. Është një varg nga Pavli. Sa u pagjezuat me Krishtin u veshet, aleluja. Pra kështu ka betur edhe në ditët të shënuara, në dita kur festojmë festet Krishtit, në psalim në vend të Send Perëndis, në vend të himnit trisendor, psalim sa u pagjezuat. Por quhet edhe java e re, sepse filloi një jeta e re. Filloi jeta brenda dritës së ngjalljes. Edhe në çdo ditë e javës që kaloi, ne përsërisim pothuajse pikërisht shërbesën e ngjalljes. Edhe madje, edhe të mërkurën, edhe të premten, kemi ngrënë edhe mis akoma. Pra, pas 8 ditës, erdhi Krishti pra, atje ku isën të bledhur disepujtë. Edhe pse done se dyert ishin mbyllur. Si është e mundur? Nga një anë, Krishti kaloi atje ku ishin në vend ku ishin të bledhur xhenesit, done se dyert ishin të mbyllura. Është një shenjë se trupi i tij nuk ishte me trupi që kemi ne dhe që kishte ai para ngjalljes së tij. Por edhe nuk ishte, le të themi, fantazma. Sepse pastaj në vazhdim thot, eja Thoma edhe sill gishtin tënd këtu dhe sik duart e mia dhe sill dorën tënde e verë në brigjen time,
dhe mos u bëj i pabese por besnik. Pra, ishte një tjetër lloj trupi. Trupi spiritualizuar që themi. Edhe kështu besojme se do të jetë me hirin e Perëndis, me mesirin e Perëndis në gjalljen, trupi in do të jetë një tjetër material. Material që nuk të ketë nevoja për ushqim, për ilacet, nuk të vdese. Kështu diçka do të jetë dhe trupi in, kur do të gjallet, se bashkë me shpirtin, në ditën e gjytit në fund e korave. Edhe ke gasot, fillon alternimi i tingujve, do me thënë, të gjithë himnet e kisës, i përkasin 8 tinguj, në 8 tingujt. Tingulli i parë, tingulli i 2, tingulli i 3, tingulli i 4, tingulli i thori i parë dhe kështu me radhë. Edhe pra, ke gasot fillon edhe numerimi i tingujve. Te reurtesia e Perëndis, e di të reguloje gjera dhe nga te kekia të dale gjerat e mira. Per shembull, kustodia, do me thënë, grupi i ushtareve që ruante varin e Krishtit. Farisejt i kishin kërkuar Pilatit të siguronte vari me ushtaret që të mos gjoja do të vinte disepujt e Krishtit do të vjedhin trupin e tij. Edhe kështu, diçka që ishte një predispozicion të keq nga ana e farisejve, Perëndia e mori për të mirën. Tani jemi të sigurt 100% se nuk u vodh trupi i Krishtit. Nga vari, ishte pa mundur të xhenës të tij të kishin vjedhur trupin, sepse varin e ruanin legionarët shumë të egër. Diçka tjetër, Kajafa kishte profetizuar se vlen të ekzekutohet Jisui për hirin e popullit. Edhe kështu, Perëndia, me thonë që sfrutizoi sjelljen e Thomait, e na dha një akoma argument për gjalljen e tij. Thomai kërkoi të sikonte me sytë e tij trupin e Krishtit gjallur. Edhe Krishti i but, Krishti i embël e pranoi, erdhi prap, edhe siç kërkonte Thomai, ashtu veproi. Ftoi Thomain edhe ai pa ose preku shenjat e peronave, shenja e goshteve. Ungjilli nuk na thot qartë në qofse në fund fare preku brinjën e tij, sepse doshta shikimi është skisa më e fortë se prekja. Por imunologjia e kisës thot se e ka prekur brinjën. Pra, Thomai nuk është një shembull për ne të kërkojmë në çdo gjë, të shikojmë edhe gana trashanike çuditëra. Ai i cili ka sy merr vesh se bëhen shumë çudi. Edhe nuk shkon pas shembullit të Thomait, sepse Krishti ka thënë në fund fare, lum ata që nuk panë dhe besuan. Sa çudi përjetojme, por duhet të kemi syrin të pastër që të shikojme. Thomai ishte një racionalist shumë ekstrem. Përpiqej të gjitha gjëra ta kufizonte në mendjen e tij. Edhe kështu, ai ishte kundër racionalizmit, sepse nuk e di me çdo gjë. Mendja jo nuk është mund të kapet çdo gjë. Edhe jo vetëm gjëra shpirtërore, që janë e përtej mendjes, por edhe gjëra naturale, shkencat të gjitha. Por është diçka e keq mendja, e kundërt. Mendja është një dhuratë nga ana e Perëndis, një dhuratë shumë e madhe. Perëndia na ka krijuar sipas ikones dhe sebelesës së tij. Do me thënë, na ka dhënë disa veçori, disa karakteristika që ka ai, që ne t'i kultivojmë ata edhe të arrijmë të gjajmë Perëndin. Midis dhuratat të çmuara që na ka dhënë Perëndia, patjetër është edhe mendja. Është pavdeksia, është liria, por edhe mendje. Me mendjen ne kuptojmë veten ton edhe ambientin ton. Thoshte një filozof, cogito ergo sum, do me thënë, mendoj, pra eksistoj. Pra, është një dhuratë e madhe mendje, por duhet të dime
deri kur arri, sepse kur mendja nuk ka mundësi të shpjegohet të gjitha, atëre dorëzohet tek besimi. Duke thënë o Perëndia im, deri këtu arrita unë. Pastaj të besoj, të je shpëtimtari im, të je vlla im, të je miku im. Pra, kemi edhe një rast të pakten në Evangeli, që disepullit, Gjenesit, edhe pse jetonin së bashku me Krishtin, edhe shikonin çudirat e tij, edhe shijonin doktrinën e tij, të pakten njerë edhe ata si njerëz kishin një lëkundje. Edhe i kishin lutur Krishtit, o mjester na sto besim. Edhe pra, edhe kur ne si njerëz është mund të kalojmë një periudhë, një moment me një dyshim, të lutim me fjalët e tyre. Por lum ata që nuk pane edhe besuan. Pra, në qofse se dodhi do njerë të imitojme Thoman në pjesën e pare, në dyshimin e ti, në besimit e ti të paket, le të imitojme shumer në pohimin e ti. Zoti im dhe Perëndia im. Ai është për ne Perëndia dhe Zoti. Edhe pse disa eretiket thonë se ishte vetëm njeri. Të pohojme sa me shumë, edhe me fjalet, edhe me zemrën, edhe me veprën tonë, se Krishti është Zoti dhe Perëndia im. Amin.